e the shumë bukur, përballje e munguar me të kaluarën, pavarësisht se në teoritë e tranzicionit, këtu do bëj pak zyshën, po në teoritë e tranzicionit përballja me të shkuarën merr dekada dhe një tranzicion drejt konsolidimit të demokracisë shtetit së drejtës i kalon 3 dekada. Në rasti i Shqipërisë, po avash po shkojmë te dekada e 4. Pra po e ka përcjell pak teorinë që 30 vjet që duhet i mbylli si problematika për të shkuar tek shteti i drejtës, respektimi i drejtave dhe lirive të individit. Në rastin e Shqipërisë janë një sër faktorësh, do thoja, por për mua një ndër pengesat kryesore në këtë përballje të munguar, më pëlqen jashtëzakonisht si qasje, me të kaluarën komuniste ka të bëjë me vullnetin e atyre që kanë marrë përsipër për të bërë politikat e kujtesës në Shqipëri, qoftë nga e djatha, qoftë nga e majta. Duke pas parasysh se çka kuptojmë me djathtë dhe të majt këtu, përveç teorisë, në aspektin e praktikës së Shqipërisë, realitetin e ka treguar dhe vazhdon na tregoj fatkeqësisht që nuk ka ndonjë dallim të madh midis së djathtës dhe të majtës. Dhe pikërisht ky krahasim apo ky mosdallim midis njërës palë të tjetër bën që ne pikërisht të kemi ngërçe në politikat e kujtesës dhe në përballjen me të kaluarën. Pra mungesa vullnetit, pasi mendoj që palët kanë brenda tyre sfonde të tilla, qoftë biografike, po qoftë edhe politike, involvime po ashtu personale, të cilat nuk e bëjnë të mundur ose nuk e kanë bërë të mundur një tranzicion të lehtë, po qoftë edhe një përballje të merituar me të kaluarën. Janë këto aspekte personale ndoshta plus politike që bëjnë që ne sot kemi shumë vështirësi të cilat i jahasim në përditshmërinë tonë. Në aspektin e drejtësisë tranzitore, që është një tematikë që merret ndër të tjera me politikat e kujtesës, që merret me përballjen e të kaluarës në aspektin e drejtësisë, por gjithnjë duke pasur parasysh të tranzicion të vështirë drejt konsolidimit të shtetit së drejtës, në aspektin e drejtësisë tranzitore, kur vjen puna tek përballja me të kaluarën, duhet kuptuar dhe dinjiteti njerëzor dhe ta them me fjalë të thjeshta, njeriu mund të ndrojë mendje. Pra, edhe këto kapërcimet, katapultimet, nga një palë në një palë janë pjesë edhe pragmaticitetit të themi politik, por në momentin që këto katapultime nga të qenit komunist kalon në aspektin e një njeriu të djathtë konservator, apo qoftë edhe qendrës djathtë si Partia Demokratike që pretendon të jetë, janë dhe për llogaritje të mirëfillta, të cilat pastaj në këto lloj kalkulimesh personale nuk të lën, do jesh pengues, patjetër je hapjes dosjeve. Që është një ndër problematikat kryesore, mendoj, që ka vonuar me justifikimin jemi të gjithë, si thon, bashkëfajtor dhe bashkëvuajtus, që bëjnë që ti të mos kesh në Shqipëri një përballje dinjitoze, do thoja, me jo vetëm me krimet, se harrojmë nganjëherë merremi vetë, fokusohemi vetëm te krimet, por në përgjithësi në të gjithë sistemin social, ekonomik, kulturor, edukativ, pra jo vetëm politik, të komunizmit. Çfarë ka qenë komunizmi, çfarë ka penguar komunizmi dhe jo vetëm në aspektin pra tash edhe një herë të krimeve të persekutimit, po për të kuptuar problematikat e tranzicionit sot ne duhet të kuptojmë komunizmin dhe këtë komunizëm nuk na e kanë lënë për ta kuptuar profesionistët që merren me atë tematikë në përditshmërinë dhe në aspektin social përditshëm të njerëzve. Kur i pyet sot njerëzit se çfarë ka qenë komunizmi, vetëm dhun, po dhuna është formale, direkte, por është edhe jo direkte. Pra janë këto persona, janë këto lloj faktorësh, do thoja, dhe jo vetëm personal, faktorë të cilët bëjnë që ne sot kemi shumë çalime kur vjen puna tek shteti i së drejtës. Janë dosjet, është aspekti i kujtesës, politikës kujtesës në aspektin e memorialeve. Sa memoriale ke? Ti ke ligj. 2010 është bërë ligji për simbolet e komunizmit, është bërë ligji për të përcaktuar një datë të viktimave të komunizmit, për të ngritur të hedhim hapat, për të ngritur një muze, një memorial, një obelisk është në ligj faktikisht, për të ngritur një obelisk për viktimat e komunizmit dhe ku i ke sot? Pse? Sepse i ka munguar vullneti qeverisë asaj kohe që ka qenë 2010 për të bërë ato të famshmet akte nën ligjore të cilët kanë penguar që ligji të implementohet.
Pra ti ke tentativa që vinë ndoshta edhe nga presioni nga jashtë, do thoja, dhe ky fatkeqësi e madhe këtij vendi është që në këto 35 vjet post komunizëm ne të vi gjithmonë presioni nga jashtë për të implementuar gjëra që ti ke shembuj fare mirë. Ke shembuj në Çeki, ke shembuj në Hungari, ke shembuj në Gjermani, pra kudo në Poloni, kudo që shkon në botën perëndimore, ti shikon në bulevard, në atë që unë i them studentëve memoryscape, në atë peizazhin e kujtesës, ti shikon, ti ndjek, ti lexon, ti hap sy, ti prek monumente, gërma, evente të cilat kanë të bëjnë me periudhat e totalitarizmave, periudhat e diktaturave. Në Shqipëri kur bën një xhiro në bulevard, çfarë shikon? Edhe një postoblog që ka qenë për komunizmin, më është dashur si këshilltare në Këshillin Bashkiak një vit përpjekje, kontakte personale me drejtuesit e Bashkisë Tiranë për të zvendësuar një xham të thyer të memorialit Checkpoint postblok në hyrje të bllokut, i cili është një memorial që kujton viktimat e komunizmit nëpërmjet kolonave të spaçit, muri i Berlinit, simbolika e rënies murit Berlinit, simbolika e rënies komunizmit dhe bunkerizimi, izolimi, militarizimi i një vendi gjatë periudhës komunizmit që vizitohet nga qindra mijëra për ditë, do thoja qindra vizitorë, dhe ishte lënë në mëshirën e fatit dhe nuk dinin se çfarë të bënin. Pra ti kupton mungesën e kujdesit dhe të ndërgjegjësimit mbi rëndësinë e këtyre pak simbolikave të themi të politikës të kujtesës mbi komunizmin. Pra janë faktorët personal, por është sidomos në aspektin publik, do thoja, një mosvëmendje totale dhe kjo më vjen keq. Besoj se është e vullnetshme. Është e vullnetshme sepse nuk gjej shpjegim tjetër duke ndjekur mirë periudhën 35 vjet, duke studiuar mirë 35 vjetorin. 35 vjet të post-komunizmit në Shqipëri dhe nuk ka të bëjë vetëm me të rinjtë, ka të bëjë edhe me ato shtresa 91-shin që u vunë në ballë për të përmbysur sistemin, por besoj se sot janë të gjithë të zhgënjur në mënyrën e asaj vizioni që kishin në përballjen me komunizmin dhe me rënien e komunizmit në Shqipëri. Pra ato grevat e studentëve, ajo masiviteti, qoftë edhe në rrëzimin e busit, shtator ose Enver Hoxhës, jam i sigurt që ata persona që kanë qenë pjesë qytetarë të Tiranës, me mijëra qytetarë të Tiranës që kanë qenë pjesë në atë përmbysje të 20 shkurtit, do jenë totalisht të zhgënjur ose kanë lënë këtë vend për shkak të mos implementimit të shtetit së drejtës Shqipëri. Në tekstet shkollore, në kurrikulat e arsimit para universitar, ato përgjegjësitë dhe ato detyrimet të institucioneve që merren me edukimin në Shqipëri në aspektin e sistemit si thash para universitar, këto gjëra janë të shkruara, por vëmendja ndaj implementimit atyre që janë në letër me realen, këtu çelon problemi. Në radh parë, një problem të madh që ka me tekstet shkollore dhe nuk lodhem së thoni dhe janë bërë ndoshta bajata në ripërsëritjen, por ky është thelbi i gjithçkas. Ka të bëjë me historinë si lëndë me zgjedhjen në maturë, ku historia, teksti historisë, për shumë arsye, që fus nga ato objektive në arsye subjektive, klientelisën e këtë treg të çmendur për të kapur student, për të peshkuar student, historia është lënë një vëmendje shumë e pakët. Dhe institucionet arsimore, duke filluar nga ministria, po qoftë nga qeveria, duhet të kenë prioritete kur vjen puna tek historia, kur vjen te problemi i historisë, pasi në me mungesën që i kushtojmë historisë, e cila është baza e njohurive mbi shqiptarët, mbi këtë vend i rrethuar, i qenë në një pozicion gjeografik pakës problematik, me fshin jo aq shumë dashamirës historikisht në shekuj. Pra me këtë lloj qëllimi për të shkuar në Europë e Bashkuar, ne lëmë njanë historinë e cila është nëna themi e dijeve për një lloj bashkëjetese të paqët në një rajon jo shumë të paqët, me shumë lloj influencash. Dhe ky mos kujdesi, ky lloj mos interesimi dhe në aspektin e studimeve shqiptare bën që vëmendja edhe në shkolla, kur vjen puna në terren poshtë, të mos jetë ajo e duhura. Shtuar këtu pasaj interesit të nxënësve, shtuar mungesës së implementimit të projekteve që ekzistojnë në tekst, por që nuk bëhen për arsye financiare në shkolla, ti nuk mund të dish. Shtuar këtu pasaj prezencën e një informacionit që vjen nga inteligjenca artificiale, por jo gjithmonë i sakt, i pa verifikuar, i marrë shablon dhe i përdorur rëndom,
ti bën që të kesh mosdije. Kjo mosdia, shoqëruar me haresën, për mos përmendur, mos implementimi i politikave të drejtësisë tranzitore apo qoftë politikave të memorjes, të kujtesës, qoftë mos interesimi apo qoftë edhe vullneti i munguar instancave përgjegjëse apo instancave publike për të informuar mbi të kaluarën, pra amnezia, haresa. Pra janë një sër faktorësh që ty të çojnë në mosdije dhe kur vinë në universitet studentët mi bëjnë gafa pasaj ku thonë që gjatë komunizmit apo socializmit, si ta quajmë, se këtu ka debate të forta quhet komunizëm apo socializëm, po s'po i futem në aspektin teorik. Studentët thonë që në komunizëm njerëzit nuk shkonin në shkollë, nuk ka pas ka qenë çdo gjë zez, pa e shpjeguar dhe atë lloj modernizimi socialist e epokës i formatizuar, i futur në një kornizë indoktrinuese ideologjike dhe të bëjnë gafa historike. Pra, kjo lloj mungesë informacione që vjen nga institucionet, por qoftë edhe nga aspekti personal apo dhe i qëllimshëm i institucioneve publike, bën një mishmash ku vjen puna në universitet është shumë e vështirë për të sqaruar dhe të fillojmë çdo gjë nga fillimi. Ama në universitet e marrin informacione. Problemi që kam unë në universitetin është që numri të rinjve që vinë në shkollat e larta është gjithnjë duke rënë. Aq më tepër në histori, fut këtu dhe historinë lënë me zgjedhje matur që nuk e zgjedh njëri për shkak të shumë arsyeve. Pra, si mund ta zgjidhim këtë ngërç? Ky ngërç zgjidhet radh parë me vullnetin, radh parë është duke thirrur ekspertët e kësaj fushë. Në radhë dytë është me vëmendjen që duhet kemi ndaj brezave të ardhme ku po shkojnë. Nëse ne kemi periudha shumë të forta autoritariste, diktatoriale, totalitare, ne nuk mund të bëjmë sikur çdo gjë këtu është në rregull dhe të mos pyesim se ku do shkojmë, cila është e ardhmja e këtij vendi. Shoqëritë që janë shoqëri post-konfliktuale, post-diktatoriale kanë shumë trauma brenda, për të cilat duhet një vëmendje e posaçme, tmerrësish, janë çështje shumë sensitive që kanë të bëjnë me drejtat e njerëzit, me jetët e njerëzve dhe mënyrën e edukimit të tyre. Pra nëse ne shmangim këtë lloj vëmendje, do fillojmë jo vetëm do përsërisim, por do kemi problematika në përballjen me të kaluar dhe do shkojmë edhe në zgjidhje shumë momentane, të cilat nuk zgjidhin problemet. Njerëzit nuk dinë se sa janë vrarë. 35 vjet ne mos kemi institucione të japin përgjigje se sa shqiptar janë vrarë, se sa shqiptar janë internuar, se sa shqiptar ende nuk dihet ku i kanë varet e tyre, se cilat kanë qenë përgjegjësit. Emra në drejtsinë tranzitore ka një fjalë, naming and shaming. Emërto dhe bëj me turp tjetrin. Pra lija personit të ndërgjegjësohet, po duke ditur, duke bërë publik emrin e përgjegjësve. Nuk kemi vetëm 2 raste për të cilat ne kemi fituar pafajësi rasti i bombës në ambasadën sovjetike, 22 intelektualet për të cilët familjet e tyre kanë hedhur shtetin shqiptar dhe gjykata kasacione mos gaboj 94 ja ka dhënë të drejtën e tyre të pafajësisë. Por shumë pak raste të tilla ku shteti ti ke rastin e të zhdukurve të komunizmit ku prokuroria bën ping-pong me qoftë edhe me autoritetin e dosjeve për informimin e ish-dosjeve të sigurimit të shtetit, ai DSSH, por qoftë me institucione të tjera të cilët nuk dinë se si do të menaxhojnë situatën e të zhdukurve në komunizëm. Po ku janë dokumentat? A janë hap arkivat? Kjo, do të thënë, katastrofale, por kjo është një këmbane të tmerrshme alarmi për të kuptuar se ku do ecëm atë që thash për të ardhmen, pra institucionet në një farë mënyrë bëjnë ping-pong midis njëri tjetrit, pa kuptuar që ai topi i ping-pongut që hidhet ka të bëjë me jetë njerëzore, me dinjitetin njerëzor. Ti dhe post mortem duhet t'i japësh dinjitetin tjetër që e ke pushkatuar, me faj apo pa faj nuk i futen fare këtij diskursi, por çdo njeri ka në dinjitetin e tij për t'u varosur në mënyrë dinjitoze. Pra, i lëm fatat e familjeve, por në aspektin human, në aspektin ne pretendojmë të futemi në BE, kur ne jemi tmerrsisht larg në perceptim se çfarë do të thotë dinjitet njerëzor, dhe nuk ka të bëjë vetëm me përgjithshmërinë e njerëzve që janë gjallë, por dhe atyre që i kemi vrarë, dhe atyre që i kemi zhdukur. Dokumentet janë në arkiv. Aq më tepër që ai DSSH-ja, unë e di që ka projekte me ICMP për të gjetur zgjidhje dhe ka identifikuar disa zona ku ka të tillë njerëz të ekzekutuar dhe të varosur. Familjet e tyre kanë bërë në forma private, kanë harxuar miliona për të gjetur, identifikuar në forma privatisht dhe her pas here dalin edhe në rrjetet sociale, por
Në aspektin zyrtar, më publik, nuk duhet të di fare me aspektin privat. Por në aspektin zyrtar, publik, ky shtet duhet të japi, duhet të kthejë qytetarëve të vet dinjitetin e munguar për dhunshëm. I kanë vrarë, i kanë zhdukur. Çfarë kërkohet më? Pra, unë mendoj që kjo nuk është përveç se kësaj, por ka të bëjë prapë me atë aspektin që nuk ka eksperiencë në këtë. Domethënë prokuroria e shtetit tonë është merret me shumë problematika edhe të ngërçit aktual të drejtësisë, por një departament, e kam thënë diku më duket në intervistë, një departament, një sektor i veçantë duhet të jetë në prokurori, nuk e di është apo jo, me njerëz me ekspertizë të specializuar, të trajnuar pikërisht në raste të tjera të Europës lindore për të marrë pikërisht me njerëzit e zhdukur. Dhe duke u rikthyer shifrave, tregojmë prapë vullnetin sa ne kemi bërë në aspektin e hapjes arkivave totale, fusim për herë në ligjet e arkivave se futemi te muhabeti tek diskursi i parë mbi përgjegjësitë e atyre të infiltruarve me vullnet apo jo me vullnet, për të hapur arkivat ku ligji i autoritetit të dosjeve ai DSSH-s është problematik në aspektin e hapjes totale të arkivave, ku jo i tërë informacioni jepet, deklasifikohet. Ka një sër procedura apo përplasjesh ligji me drejtën e informimit, që përplasjet ti nuk arrin dot të dish. Në online në çeki, në çeki ke online emrat atyre që janë përgjegjës, atë që thash pra naming and shaming, duhet të dish se cilët janë ata që kanë dhënë urdhra për të arrestuar, konfiskuar, larguar dhe janë gjallë, nuk janë gjithë të ndruar jetë. Bëjnë libra, mirë pa ish në të drejtën e vet si person. Është tjetër gjë që në aspektin e naming and shaming ne nuk kemi arritur dot ta ndërgjegjësojmë për përgjegjësitë e mëdha që kanë në vrasjet Kufi për shembull. Periudha ku ai ka qenë kryeprokuror, mos gaboj. Pra janë një sër faktorësh të cilët përfitojnë njerëzit nga ato boshllliqet që u përmend nga aty në fillim, që bëjnë që ata pastaj të mos kenë fare breti ndërgjegje. Mos ta vrasin njëri ndërgjegja për çfarë ka bërë, sepse është mbyllur ai kapitull dhe vazhdojmë në kapitullin e demokracisë, ku gjithë jemi demokrat. Po nuk është kështu, si jemi gjithë demokrat. Mendoj që kemi ende skelete në dollap, dhe ato skelete duhet dalin në forma publike. Dhe duhet gjetur mekanizma të cilët, dhe një nga problematika ka qenë ligji i ilustracionit. Unë edhe kam shkruar dhe kam përmendur ping-pong i fortë midis PS-s dhe PD-s, cila do bëjmë më të lehtë, cila do bëjmë më penalizues ligjin e ilustracionit. Dhe kur jemi sot, ne sot kemi ligj ilustracionit për shkak se ai që kishte rënë i iku në 2002, që mos gaboj 12 i mbaroi afati, ligji tjetër është me shumë problematika, ka qenë me shumë problematika sepse ka qenë në qëllimin e tij penalizues të kundërshtarit politik dhe jo të filtrimit të spastrimit të administratës së lartë publike nga njerëz që kanë përgjegjësi penale publike ndaj ofiqeve që kanë pasur gjatë komunizmit. Dhe sot të tillë njerëz dhe në raportet që ndjehet qoftë ISKK-ja, Instituti për Studimin e Krimeve të Pasojave të Komunizmit, qoftë autoriteti i dosjeve në parlament, çojnë rezoluta, qoftë kontrolli i lartë i shtetit, çojnë raportet e tyre vjetore ku thonë që edhe në parlament figurojnë persona, nuk e di, deputet apo në administratën e lartë të parlamentit, drejtor apo ku diun të drejtorive të ndryshme, po qoftë edhe në administratën e policisë lartë, prokuroria apo ku diun, në gjithë aspektin e administratës së lartë figurojnë persona që kanë një përgjegjësi për kohën që kanë shërbyer gjatë diktaturës komuniste. 1-2 vjet nuk kanë rëndësi, po të kenë qenë pjesë e zinxhirit të diktaturës komuniste. Atëherë, ky shtet çka ka bërë? Për shkak mungesës së ilustracionit, ne kemi formularin e dekriminalizimit, kemi formular të cilët duhet të rendisin që kanë qenë pjesë, në rastin që këta njerëz nuk e deklarojnë vetë me vullnet të lirë këtë lloj përgjegjësie, çfarë do të bëjë ky shtet? Ta lë thjesht në formën e raporteve. Pra janë një sër hallkash të koklavitura që bëjnë që ajo përballja me diktaturën të jetë tmerrsisht e zgjatur. Ta e shoh si një lloj shfryrje pa kënaqësie, mlefi 35 vjeçar, megjithëse shumica aty në absolut unë ndjek pothuajse për ditë për të dhësën, kur jam në Tiranë shkoj, pothuajse janë të rinj. Dhe nuk është se janë të rinj që kanë lindur o kur ka qenë kryeminist Berisha, o kur ka qenë kryetar bashkie Rama. Pra, ajo për mua është një simbolik, unë kam shkruar në një Twitter, është gjëja më e bukur që i ka ndodhur Shqipërisë.
pasi ti shikon pavarësisht influencave të ndryshme, qoftë politike, por jo vetëm brenda apo jashtë vendit, ti shikon të rinj, të reja, shumë ngjyra, shumë gjallëri, shumë vrrull, shumë entuziazëm, shumë qytetari. Për herë të parë do e pranoj këtë. Unë kam qenë pjesë e disa protestave në Shqipëri për politike, të rinj dhe të reja që janë entuziastë dhe besojnë tek një Shqipëri e re. Tek një Shqipëri pa ngarkesa pikërisht të përgjegjësi të forta, bashkëpunimi, po qoftë edhe kontinuiteti, vjushmërie nga një periudhë në një periudhë tjetër, dhe që besojnë në një Shqipëri të re si Europa. Ajo thirrje e famshme që ka qenë në 91 ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa, mendoj që është momenti që Shqipëria e re të bëhet. Është revolucionare për shkak të shndrimit të këtyre thirrjeve që bëjnë. Prandaj nuk them se janë sulme ndaj njërës pala apo tjetër, por është ajo lodhja e stërmundimit dhe mendoj që shumica absolute atyre që marrin pjesë në atë protestë janë njerëz që janë jo vetëm të lodhur, por të zhgënjur në atë besimi që i kanë dhënë njerëzit partive politike dhe jo partitë politike njerëzve. Pra njerëzit kanë besuar qoftë tek e majta europiane e qendrës, qoftë tek e djatha europiane e qendrës që do të mund të shndronte Shqipërinë. Fakti është ku jemi sot që të gjithë një pjesë e madhe tyre janë të zhgënjur, dalën në protestë, kërkojnë një përgjegjësi dhe vullnet tjetër politik për të shndruar Shqipërinë për ta bërë vërtet si gjithë Europa. Jemi në finalizimin, do thoja, të atyre kapitujve final për të futur në EU. Dhe kapitulli i ambientit nuk është aq i lehtë. Do thonë, mbaj mend plerat kimike, protestat ambientaliste, sado që mund të instrumentalizohen, janë protesta që kanë të bëjnë me Europën në aspektin e të respektimit të atyre ligjeve, të habitatit, të cilët janë kryesore për një jetë të duhur në një vend. Në aspekt jo thjesht të ndotja ambientit është diçka që hajde po pastrojmë ca plera dhe u pastrua ambienti. Jo, ka të bëjë me mënyrën se si do jetojmë. Për mua gafa e Partisë Demokratike, unë kam qenë pjesë e PD-s dhe në atë zëngën e madhe të PD-s për shkak të dizinjimit të zotit Berisha dhe familjes së tij, do thënë është një traumë e madhe, do thonë një dramë e madhe dhe traumë për çdo njeri antar të asaj partie në të gjitha llojet ofiqe se çfarë ndodhi me atë parti dhe mendoj që Partia Demokratike u ndje me këtë protestë e befasuar në atë parë dhe bëri një gafë të madhe që kritikoi në fillim protestuesit. Një pjesë e mirë e antarëve në atë protestë, qoftë berishist apo jo berishist, janë demokratë të cilët shkojnë në atë protestë. Nuk e di se si ndihen kur dëgjojnë Rama në burg dhe Berisha në burg, për ata që janë ende antarë të Partisë Demokratike, besoj se nuk ndihen mirë, por që është një reflektim, është një hapje sysh për të kuptuar realitetin që vjen nga shoqëria shqiptare përballë një realiteti shumë këmbgulës për të mos ndryshuar establishmentin politik të së djathtas shqiptare ose pretenduesve të djathtas, edhe unë kam dyshimet e mia në atë pasërtinë e të qenit të djathtë e mirëfillt PD-ja. Ka një lloj mishmash rrymash brenda saj. Megjithatë, mendoj që politikisht kjo protestë ka bërë që ata që nuk kanë votuar, ne kemi parë që pjesëmarrja e votuesve në zgjedhje, edhe zgjedhjet e fundit ka qenë dramatike në Shqipëri. Mendoj që kjo protestë në zgjedhjet e ardhshme që urojt parakoshme, pas një periudhe tranzitore mbase, por mendoj që zgjedhjet e ardhshme do kenë një pjesëmarrje votime, nuk do di, jam e gabuar apo jo, po mendoj që do jetë pjesëmarrja në zgjedhje më e lartë dhe duhet që nga forcat politike ekzistuese të shfrytëzohet ky moment për të premtuar realisht gjëra të bëshme europiane për këtë shoqëri shqiptare. Mos nisen nga skalione politike majtas djathtas, por do duhet një lloj uniteti, nuk them forca të reja sepse nuk e di do dalë apo jo partia apo në një lëvizje nga kjo protestë, por do duhet që ata që janë aty në protestë kuptojnë që njerëzit që marrin pjesë protestuesit kërkojnë vërtet një Shqipëri të re pa establishmentin e vjetër, që do të thotë pa Berishën, pa Ramën. I pëlqen apo jo demokratëve, do duhet jenë në lartësinë të kuptojnë këtë lloj thirrje që u vjen. Nëse erdhi thirrja para në thënjishe ta bëjmë Shqipërinë të shtuam, ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Ky është momenti që në 2026 vërtet kërkojmë ta bëjmë Shqipërinë vend i Bashkimit Evropian. Dhe nga ç'po tregohet për ditë në bulevard,
Më vjen keq, por nuk është më koha e Berishës ka mbaruar dhe koha e Ramës mendoj që ka mbaruar, sado të kapen, të gjejnë artifice për të mbijetuar politikisht në realitetin e përditshëm. Të gjithë janë të lodhur si me njërën, si me tjetrën palë. Prandaj mendoj që ky është një shans edhe për ata demokratë për të kuptuar, po doja më dhënë më shumë me të drejtën në opozit, për të kuptuar që duhet një presion i jashtëzakonshëm për të ndryshuar leadershipin e asaj partie nëse do dojnë të mbijetojnë edhe post Berishës. Ky është mendimi im. Unë mendoj që protesta me atë gjallërinë, me atë thirrjen për një Shqipëri të re, simbolizon pikërisht mbylljen e një epoke 35 vjeçare të tranzicionit shqiptar, nga 91-shi drejt konsolidimit të demokracisë. Dhe do jetë në lartësinë e formacioneve politike, grupeve politike që do dinë të kuptojnë kërkesat e protestuesve për një Shqipëri të re. Prandaj mendoj që edhe në qoftë se nuk ikën Rama, simbolika e kësaj proteste, që do duket në zgjedhjet e tjera parlamentare, ka të bëjë pikërisht me vullnetin e shoqërisë shqiptare për të dhënë fund tranzicionit dhe të fillojmë të aplikojmë shtetin e së drejtës. Shqipëria e re, një Shqipëri europiane, antare të Bashkimit Evropian.